bashkua me ty, kush më herët e kush më vonë. Dhe befas të gjithë shu së bashku ne festojmë 10 vjetorin tënd të parë. Bitë e Shqipes, organizata shqiptare me një organizëm vërtet të gjallë këtu në Filadelfia, e cila 10 vite të shkuara nuk i ka munguar së qenuri prezent komunitetit tonë. E pra të nderuar miq, festojmë kështu 10 vjetorin e organizatës shqiptare Bitë e Shqipes këtu në Filadelfia, e cila ka hapur dyert e saj në mënyra të ndryshme për komunitetin tonë. Përmes ndihmës, përmes një aktiviteti, ne jemi ndjerë të bashkuar gjatë këtyre 10 viteve. E pra të nderuar miq, kemi vendosur të prezantojmë përpara jush përmes këtij dokumentari filmik organizatën Bitë e Shqipes. Sfidat dhe sukseset gjatë këtyre 10 viteve ne do të mundohemi t'i përcjellim përmes këtij dokumentari filmik. Nuk e dim sa do t'i arrijmë qëllimit përmes këtij dokumentari, por intervistat e shumta, si dhe pamjet filmike të cilat ne do të përcjellim, do të flasin vërtet shumë. Fillimet e jetës së shoqatës, unë do t'i kapja që me demonstratën që organizuar nga komuniteti shqiptar dhe më saktë nga emigrantët e rinj shqiptar, në mbrojtje të luftës së popullit shqiptar në Kosovë, ndaj luftës shnjërzore genocidiste të serbomëdhenjve. Ishin një grup djemsh, më pëlqen të i thras kështu, si Viktor Furxhi, Andon Furxhi, Ilir Meqe, Bledi Qumani, Roland Qarka, që përgatitën gjithçka që nga leja në polici, plakatat, pankartat, lajmërimet, u bë një gjë kaq e bukur dhe kjo na inkurajoi ne të mendojmë për organizimin e një shoqate, të mendojmë për të qenë gjithmonë të bashkuar sa herë që na thretat dheu. Dhe me kalimin e kohës, pas disa përpjekjeve që bëm për të qenë bashkë pa organizuar në një shoqatë të re, arritëm në vitin 2002 kur u miratua statuti i shoqatës sonë dhe u pagëzua shoqata jonë me emrin e bukur Bitë e Shqipes. Ishte shkurti i vitit 2002. Në tetor shoqata u njoh zyrtarisht nga shteti i Pensilvanisë si një shoqatë bamirëse. Dhe kjo përbën, si thua, vitlindjen e shoqatës tonë vitit 2002. Por veprimtaria e grupit nismëtar shkon më përpara, që në 2001 ne kishim organizuar me këngëtarin Frederik Noci mbrëmjen e flamurit, siç e quajnë tradicionalisht shqiptarë në Amerikë, ditën e pavarësisë. Dhe ishte dhe ajo një test se ne mund të bashkohemi, mund të veprojmë së bashku për të ruajtur traditën, për të ruajtur të bukurën, të mirën e Shqipërisë dhe për të nxjerrë mallin që kishim ne për atë dheun ton larg syve, po jo larg zemrës. Shoqata jonë u krijua në vitin 2002. Kur u krijua ishin një grup i vogël bashkëdhetarësh që filluan të punonin për zgjerimin e shoqatës dhe nga viti në vit shoqata jonë ka ardhur tek u rritur. Sot në shoqatën tonë numërohen një numër i konsiderueshëm bashkëdhetarësh. Nga viti në vit punohet për zgjerimin e vazhdueshëm, kështu që këtë punë ne nuk e kemi ndërprerë dhe nuk do ta ndërpresim asnjëherë. Veprimtaritë e shumta që organizon shoqata jonë e kanë bërë të njohur shoqatën jo vetëm në banorët e Filadelfias, por dhe jashtë Filadelfias, në qytete të tjera të Amerikës. Dhe unë do të thosha që edhe jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës. Dhe ne sot kemi antar të shoqatës nga New Yorku, nga New Jersey, dhe për më tepër edhe nga disa vende jashtë Amerikës. Do të përmendja, të tillë kemi jo vetëm në Shqipëri, si vend edhe në Kosovë, që ne e konsiderojmë se janë antar të rregullt të shoqatës tonë, sikur i kemi këtu, por ne kemi antar sot të mirë fillt nga Greqia, nga Italia dhe nga Gjermania. Këta antarë, sigurisht
ne si kemi prezent këtu, por pas ere, këta vinë në Filadelfia dhe së bashku me ta ne bëjmë takime, si gjithë antarët e tjerë që i kemi këtu. Përveç sa thash më sipër, shoqata jonë ka dhe disa antarë nderit shoqatës. Këta antarë nderi në bazë të statutit që ne kemi, emërohen nga Këshilli Drejtues i shoqatës dhe aprovohen nga shoqata. Dhe të tillë kemi rreth 7 antarë nderi. Jo vetëm këtu në Filadelfia, por edhe në Connecticut, edhe në New York, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. 2003 ishte pasaj viti i një shpërthimi të veprimtarive vërtet të mëdha dhe të bukura. Në 2003 ishte nder dhe fat që ne kishim një përvjetor të bukur të 2 eronjve të kombit ton, të Gjergj Kastriot Skënderbeut dhe përvjetorin e Ismail Qemal Bej Vlorës. Dhe organizuam një simpozium me titullin modest dhe kuptim plot burrat që ngritën flamurin. 2 herë flamuri i ran, 2 herë i ringritur nga këta 2 burra që udhëzoqën popullin shqiptar në këto ngjarje të rëndësishme. Nuk ishte qëllimit për të bërë studime shkencore, po për të rithanë dhe thanë të vërtetën rreth këtyre 2 burrave të mëdhenj të kombit dhe për të ngjallur respektin për veprën e tyre, për të mbajtur gjallë midis shqiptarëve dhe brezave të rinj që u ritën larg dheut dhe po lindin e ritën larg dheut në kilometra, por jo me zemër. Pas kësaj rastisi përsëri një ngjarje shumë e madhe që shoqata e vlerësoi si ngjarjen më të madhe, ashtu siç e ka vlerësuar vetë historiografia jon, 125 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit, si ngjarja më e madhe në historinë e kombit shqiptar që nga lufta e Skënderbeut. Që nga lufta 25 vjeçare që bëri eroi ynë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Dhe i kushtuam vëmendje kësaj se merrte edhe një kuptim të ri ajo nisme e rilindasve tanë për të patur një Shqipëri të bashkuar, një Shqipëri, një komb të bashkuar për të realizuar idealet e bukura të rilindjes kombëtare për një shtet shqiptar demokratik të përparuar evropian. Dhe po ky vit na dha rastin të bashkohemi ne, megjithëse nuk e udhëheqim dot, por ishim krenar për gruan me shpirt të madh Nën Terezën. Ne organizuam edhe me këtë dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të Kishës Katolike këtu në Filadelfia një simpozium me tema për jetën e veprën e saj dhe u njojtën të gjithë shqiptarët me vlerësimet që udhëheqës botëror banin për jetën e veprën e saj. Dhe kuptim plot e ishte fakti që Nën Tereza u shërbeu njerëzve pa dallim feje, race, besimi. Ky është një shembull shqiptar që ne e gjejmë më herët, e gjejmë që në kohën e Skënderbeut, e gjejmë dhe më tej akoma. Shqiptari ka dalë mbi këto para gjykime. Ka qenë gjithmonë bashkë pavarësisht dallimeve fetare. Dhe Nën Tereza e dëshmoi këtë, duke i dhënë nder e krenari kombit shqiptar. Të tëra këto ishin mesazhe që ne i kishim vënë si pika kilometrike në statutin e shoqatës, të ruajmë kulturën, traditën, gjuhën shqipe. Dhe munduam t'i realizonim. Pastaj erdhi mbrëmja e flamurit, dita e pavarësisë. Kjo ishte një ngjarje madhore e çdo viti në jetën e shoqatës dhe vazhdon të jetë kur kemi gjithmonë një pjesëmarrje, një angazhim total të kryesisë së shoqatës, ku marrin pjesë të gjithë antarët me detyra të veçanta dhe kemi realizuar
gjithmonë një manifestim të krenarisë të dashurisë për atë-dheun, për flamurin, për kombin. Dhe mbrëmja e Filadelfias, themi me mburje, i ka kaluar kufit e Filadelfias dhe Pensilvanisë, sepse në mbrëmjen tonë vinë nga Maryland, Connecticut, Washington, New York, New Jersey, shumë bashkëdhetar vinë për të gëzuar së bashku me ne në këtë ditë të madhe të historisë tonë. Sa herë vjen nëntori e festojmë për vjetore, zemra jonë rahnat dhe për të lashtë atë troje. Bashkohen bitë Shqipës kështu si sonte, kudo që janë, dhe bisedojnë se bashku si vëllau me vëllau. Ngjarja më madhore pas formimit të shoqatës është hapja e shkollës Shqipe Gjua Jon. Dhe koincidoi me një datë kuptimplote, ishte 7 mars i vitit 2004, kur ne hapëm shkollën. Nuk ishim as zyra jo me ambjente shkolle, po ishte puna këmbgulse e antarëve të kryesisë, do të thoshja Sotiraq Pemës, Elvira Budos, Vlashi Filit, e të gjithë shokëve të kryesisë që u bë mundur hapja e shkollës në 2 ambiente të qendrave sociale të Kishës Katolike. Një në Northeast të Filadelfias dhe një tjetër në Upper Darby. Kjo ishte vërtet emocionuese. Unë përfitoj nga rasti të falenderoj zonjat shqiptare, mësueset e para të shkollës shqipe këtu në Filadelfia, që punuan vullnetarisht 3 vjet për të mbajtur gjallë këtë shkollë. Pa pagesë, po duke sakrifikuar. Secili që është familjar e di, zot thotë të iki gruaja ditën e diel nga shtëpia dhe të bëjë një punë të tillë. Po ato e vlerësojnë, ishte një punë e shenjtë dhe është një punë e shenjtë kur i kushtohesh një gjë kaq të madhe, ruajtjes së gjuhës shqipe tek fëmijët. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar. Zemrën time ka të dhe plot me dëshirë e me zjarë. Shqipëri o mama ime, do se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka haruar. Për një me që ti se ve, flarmiku bejet tiku. Qpen kështu mor besnik, a i thohet një kutik? Gjes, po si motorromin bashk, jemi plot të të gjes. Qësë gjitha emër keni, ana dina si a jemi? Cilat jemi? Ana? Alfabet. Aha. Alfabeti shqip. Ardhja këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për ne ishte një fillim i ri, një etapë e re, me shumë të papritura, gjëra surprizë, dhe një nga ato që kur zot të harroj ishte njohja me shqiptarët e hershëm që kishin ardhur, ndoshta një shekull e gjysmë përpara, dhe që e ruanin aq bukur gjuhën shqipe. Kjo ishte vërtet më ngjalli një ndjenjë të veçantë dhe me njëherë mendova se dhe brezi i ri që tashti kishte rastin të vinte në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duhet të vazhdonin këtë traditë, të ruanin gjuhën e tyre, gjuhën namtare. Dhe kështu, me krijimin e shoqatës, një nga detyrat që ne menduam të realizonim ishte krijimi i shkollës shqipe. Nuk ishte e kollajt, por me shumë përpjekje ne arritëm që ta realizonim gjë të tillë. Për ta realizuar këtu u vendos që kjo të ishte një detyrë që të vendosin statutin e shoqatës. Më 7 mars të vitit 2004, mbas një pune përgatitore, natyrisht duke u përpjekur për të gjetur ambientet ku do të zhvillohej shkolla,
mësuesi që do të realizonin atë librat, për të cilët u aktivizuan si Sotiraq Pema, i cili na gjeti në kishat në qendra sociale të kishave katolike, në Upper Darby dhe në North East, 2 ambiente për realizimin e shkollës. Lazari, i cili na siguroi librat, unë mora me gjetjen e mësuesve dhe kështu u arrit të realizoheshe dhe më datën 7 mars të vitit 2004 u hapë shkolla e parë Gjuha Jon këtu në Filadelfia. Natyrisht mësueset e para kanë qenë mësueset që neve kur s'do t'i harrojmë, që me punë e tyre vullnetare realizuan grumbullimin e fëmijëve dhe në fillim të saj ishin rreth 85 fëmijë në të 2 qendrat. Këtu do të përmend disa nga mësueset, siç ishte Juliana Toshi, Mirjana Kina, Mirela Qirici, Mimoza Priftani, Sotiraq Binjaku, edhe unë bashkë me ta. Fillimi ishte vërtet me shumë vështërsi, por me shumë dashuri, sepse po bënim diçka që ne do ta ndjenim në brezat e ardhshëm. Dhe kjo shkollë vazhdon dhe sot e kësaj dite. Kështu shkolla sot ka 5 nivele, ku fëmijët mësojnë të lexojnë, shkrim, këndim, mësojnë shumë nga historia dhe gjeografia e vendit, që të kenë një kulturë të përgjithshme për vendin nga i cili kanë ardhur. Sot janë 9 vjet nga dita që kjo shkollë nga dita e parë që ka filluar dhe ne jemi optimist që kjo do të vazhdojë dhe në të ardhmen me kujdesin që po tregon shoqata Bite Shqipe dhe me dashurinë që kanë këta fëmijë për të vazhduar shkollën dhe njohurit për gjuhën shqipe. Shoqata jonë organizon veprimtari të shumta dhe shumë llojshme, jo në numër, po edhe në kështu drejtime të ndryshme. Por veprimtaria më kryesore tek ne qëndron gjithmonë shpallja e pavarësisë në vendit tonë të Shqipërisë. Dhe kjo është veprimtaria kryesore sepse për vetë faktin që e rëndësisë që ka kjo fest për të gjithë neve dhe duke qenë kështu, gjithë grupi organizatori kësaj feste, që është Këshilli Drejtues i shoqatës, i tregon kujdes të veçantë kësaj feste, duke filluar që nga organizimi dhe kryerja në detaje e programit që do të ndiqet për këtë fest, vazhdon pastaj me shpërndarjen e ftesave, jo vetëm tek shqiptarët e Filadelfias, por edhe të miqve tanë që i kemi në për qytetet e tjera, po ashtu edhe me kujdesin e treguar gjatë zhvillimit të Mbrëmjes Flamurit. Mbrëmjet e Flamurit kanë filluar fillimisht tek neve qysh para krijimit të shoqatës. Një pjesë e shokëve tanë organizuan dhe bën mbrëmjen e parë Flamurit në 2001, pra nuk ishte krijuar shoqata. Ky grup njerëzish u bë më vonë grupi nismëtar i krijimit të shoqatës. Më vonë, pothuajse vit për vit, jo pothuajse, po vit për vit, mbrëmja e Flamurit është zhvilluar normalisht. Ne bëm mbrëmjen e Flamurit për 95 vjetorin e shpalljes pavarësisë dhe si vjet do festojmë 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë. Ne vërtet jemi larg, po ne jetojmë me vendin tonë. Dhe përgatitjet për 100 vjetorin e shpalljes pavarësisë kanë filluar shumë muaj përpara, qysh tani. Vetë kuptohet, ky përvjetor është mjaft i rëndësishëm për të gjithë neve, prandaj dhe ne kushtojmë kujdes të veçantë. Në motën e shoqatës, siç e theksova më sipër, është ruajtja e traditave. Dhe ne vazhduam të përkujtojmë figurat të shkruara në vitet pasardhës, vazhdojmë të kujtonim Skënderbeun me rastin 600 vjetorit. Dhe ishe në një ambient, në një kohë kur Skënderbeu filloi të përflitej në kuadrin e çlirimit e të drejtës fjalës, në kuadrin e shumë motiveve jo gjithmonë të pastra, dhe ne ngulëm kam të bëjmë një përvjetor
në ndër të këtij eroi mjaft të organizuar. U përgatitën portrete, u përgatitën buste, u përgatitën tema, u bë një përkujtim vërtet madhështor brenda mundësive të një shoqate si e jona, një shoqate e re, një shoqate akoma jo e pasur financiarisht, por e pasur shpirtërisht. Dhe ne realizovëm një përvjetor të bukur, ku morëm pjesë edhe përfaqësues të Akademisë së Shkencave dhe Arteve Akademisë Shqiptare-Amerikane në New York, dhe vetë kryetari i saj, doktor profesor Skënder Kodra. Por ti kushtohesh figurave të veçanta, është gjithmonë pak. Atëre, antari kryesisë gjeti një zgjidhje tjetër, antari kryesisë Sadik Elshani gjeti një zgjidhje tjetër, dhe në fund të çdo viti ne përmbledhnim të gjithë përvjetorët e njerëzve të shquar të penës, të artit, dhe përgatitëm për 5 vite me radhë në drejtimin e Sadik Elshanit një veprimtari me titullin Fjala e gjuhës së zjarrt. Të zbulosh faqet e historisë son edhe në fushë të penës është madhështore, është emocionuese, është leksioni më i mirë që marrim ne çdo ditë, është ai frymëzim që na shtyn ne të punojmë kështu siç kemi punuar të gjithë bashkë. Kryesia, antar të shoqatës dhe jo antar të shoqatës. Kur them këto fjalë, kujtoj jo me dhjetra, po do të thoshja disa qindra shqiptarë që kanë punuar vullnetarisht dhe punojnë vullnetarisht për shoqatën. Janë ose s'janë antar të shoqatës. Kjo është kuptim plote. Mjafton të jemi bashkë, të mendojmë bashkë për të njëjtat qëllime. Shoqata jonë filloi një veprimtari mjaft të suksesshme që vazhdoi për disa vite, e quajtur Fjalët e gjuhës së zjarrt. Në këtë veprimtari ne përkujtonim njerëz të shquar që kanë dhënë ndihmë të madhe në zhvillimin e letërsisë, artit dhe kulturës sonë kombëtare. Janë këto figura të ndritura që mbajtën gjallë shpirtin e kombit tonë ndër vite. Dhe kjo ide lindi kur në vitin 2006 në Infrashëri e Frank Bardhi kishin përvjetor të tyre, por kishin edhe disa të tjerë, dhe ne thamë se përse të mos e vazhdojmë edhe për të tjerët, sepse secili ka dhënë ndihmën e tyre ndër vite. Pra ne këtu përfshim figurat e shquara të letërsisë, artit dhe kulturës sonë kombëtare që thash, por jo vetëm shkrimtar, po edhe publicist, gazetar, botues që kanë dhënë ndihmën e tyre të madhe në zhvillimin e artit e kulturës sonë kombëtare. Kjo ishte një veprimtari mjaft e suksesshme që zgjati për 5 vite dhe gati nuk ka fytyrë e ndritur që kanë dhënë një ndihmë dhe nuk është përmendur. Dhe kjo vërtet ngjalli një interesim të madh të antarët tonë të shoqatës dhe tjerë që vinin, sepse kishin emra që për arsye të ndryshme nga regjimi i kaluar as që ishin përmendur, por ja njerëzit kishin rastin që disa nga tati emrin të ndërgjonin edhe për herë të parë. Kishte disa që më të vërtet u vinte mirë që kur përmendshin antarët e familjes tyre, dhe me rastin e 100 vjetorit të lindjes e Tefta Tashkos, ne morëm një letër shumë të përzemërt nga dirigjenti ynë i njohur, djali i saj Eno Koqo. Dhe ajo letër u prit të gjithë me gjithë gëzim nga të gjithë të pranishëm, sepse më të vërtet për te ishte një gëzim i madh dhe ndoshta edhe diçka e papritur se ja edhe dikujt në Filadelfia e largët i ka rënë në mend të përkujtoj 100 vjetorin e lindjes së nënës së saj, artiste sonë të madhe. Mund të marrim edhe shembullin e poetit dhe shkrimtarit Betim Muçi, që kishte dërguar fjalë se ne kishim përmend atë me rastin e 60 vjetorit të lindjes së saj dhe ti, ndërsa një nga shkrimtarët që festuam edhe 75 vjetorit ishte Naum Prifti, të cilin e kishim edhe të pranishëm këtu në shoqatën tonë.
janë pra këto fytyra që vërtet edhe na kanë shërbyer ne si shembull dhe na shërbejnë edhe sot, sepse janë njerëz që në vite shumë të vështira gjatë historisë së kombit ton, sidomos periudhës së rilindjes, bën si të thuash edhe ata të pamundërtë, filluan me botimin e librave, themelimin e shoqatave, shpërndarjen e librit, hapjen e shkollave shqipe dhe vërtet ajo na nxit edhe neve dhe na detyron edhe neve të mendojmë se kur këta njerëz në ato rrethana aq të vështira bën aq shumë për kombin ton, pse ne të mos bëjmë sot kur vërtet jetojmë në kushte më të mira, kemi mënyrat më moderne të komunikimit me njëri tjetrin dhe ne pse të mos bëjmë diçka për bashkësinë tonë shqiptare dhe ja, kjo është një nga arsyet që shoqata jon ka vërtet një punë të mbarë, zhvillon veprimtari të ndryshme si mbrëmje letrare, promovime librash edhe përkujtime të ndryshme të ngjarjeve dhe fytyrave të ndritura të kombit tonë. 2005 kishte një datë të shënuar kur bashkëadhetari ynë Benjamin Risilia mori takim me kryesinë e shoqatës dhe dhuroi një çek për $64.000 për blerjen e një godine kushtuar shkollës shqipe, komunitetit shqiptar, shoqatës. Dhe kjo u realizua në 2006, kur ne në 13 maj të këtij viti përuruam godinën që kemi sot, të cilin e përdorim për zyra, për klasa shkolle, për veprimtari. E vogël, por e madhe për nga puna që bën. Ndrojmë, dhe se që më dorë nga ndrimet, të kemi së bashku të kemi një godinë më të madhe për komunitetin shqiptar. Dhe themi, jemi optimistë se do ta bëjmë. Të dashur bashkëadhetar, të nderuar miq. Sot është vërtet një ditë e bukur për komunitetin shqiptar të Filadelfias. Përurojmë qendrën tonë kulturore. Faleminderit të gjithë që keni ardhur dhe mundësisht edhe ata që kanë ardhur në larg, si zoti Karagjozi me shokët e tjerë. Prandaj ky është një fjalim që i gjatë për mua. Megjithatë, unë kam eksperimente për këto gjëra. Po provoj. Prandaj të nderuar zonjë e zotrinj, sot është një ditë e veçantë për shqiptarët e Filadelfisë dhe rrethit të saj, si edhe për të gjithë shqiptarët në diaspora. Familja Risilia duke parë se komuniteti huaj e ka gjetur mënyrën për të prezantuar veten e tyre, kurse ne shqiptarët vemi në sallat e të tjerëve për të mësuar fëmijët tanë që të shkruajnë dhe të lexojnë gjuhën, traditat e historinë e shmuar të kombit tonë të lashtë. Kjo ishte një arsye kryesore që familja Risilia dhuroi një çek për $64.000 për të blerë këtë godinë modeste, e cila do të përdoret si shkollë, muzeo, librari, si dhe një qendër udhëzimi për të sopa arburit që të orientohen në këtë vend. Ne shqiptarët kemi dashuri se si të tregojmë kulturën tonë dhe jemi këtu që të japim dorë njëri tjetrit e të mos harrojmë se jemi gjithë shqiptarë. Për ne shqiptarët e Filadelfisë dhe qartë, kudo që janë, kjo punë s'ka marrë fund. Mbasi godina u blek Komiteti Vite Shqipes, si dhe shumë patriotë shqiptarë, kush me cekan, e kush me shar, e kush me para, dhe me dje, punuan natë e ditë që e rivënuan këtë objekt që do të bëhet simbol i bashkësisë shqiptare në Filadelfi. Këta bijë të ndeshëm të Shqipes, gjithin nga puna e lodhur,
Lini familjet e tyre dhe vinin këtu punonin. Kjo ka qenë një sakrifisë e madhe për këta atetat të ndershëm dhe bujarë. Ata thonë se akoma s'na ka dalë inati. Pra, zonja e zotrinj, lutja lurojmë gjithse atyre që do të rëkojnë një shenjë mirënjohje për sakrifisat që kanë bërë dhe që vazhdojnë të bëjnë. Një trokë të titje për ta. Tani radhën e ka prejra e Shiritit dhe si pas traditës ftoj zotin Ben Risilia. Mua mi quajnë Benjamin Risilia, unë vitën nga Vlora. Kam eku nga Shqipëria shumë i vogël. Kam eku nga Shqipëria më në 1923-24. Kemi mbritur në Austri. Në Austria nga kanë marrë në qonë në Çekoslovaki. Dhe në atje për 6 muaj. Në Çekoslovakia pasandaj u këthyem prap në Austri, në Austria në Gjermani, në Gjermania në Itali, në Austri prap, pasandaj bajtëm në Itali. Kemi mbritëm në fillimin e 45 në Bologna. Atëhere ku të rhiqin trupat Amerikan për Italis që venin edhe ndikin Gjermanët në Italia për në Austri e Gjermani. Kemi qenë për kampo në 25-a deri më 51. 6 vjetës e sa, unë jam rritur po thuaj në për kampot e Italis, po as gjuhën, as tradita shqiptare si kam haruar, kam qenë me gjithë mamën, vëllezrit edhe motrën. Kemi vojtur shumë, me gjithë atër, finalisht kemi mbritur në Amerikë. Këtu në Amerikë, i mëlla Hasani, e Hasia, gjithë një ishin përmbi çështjen e Shqipërisë, ngrinin flamurin, bini 28 nëntorit, e të tëra këto me radhë. Ata gjithë një çdo vit e festonin këtë me gjithë neve. Të gjithë neve e festonim. Mbriti që çështja erdhi që Hasani dhe Hasia e kishin shtëpin hapët gjithë një, për të tërë shqiptarët që vinin a jashtë, edhe të gjithë neve e ndihmonim, i merim që vinin në aeroporti, ose në vishet të tjera që vinin, neve i ndihmonim, edhe u ipim, i ndihmonim që të gjenin punë, të gjenin apartamente ku të banonin e njërën të tjetën kështu. Ata nuk kanë hezituar asën, e tërë familja nuk kemi hezituar kur, bi përpikjen e shqiptarëve që kanë ardhur të rinj këtu. Dedikimi i im përmbi këtë çështje, arsyeja ka qenë më e fortë se ata u plakën që të dy, edhe si Hasani, edhe Hasia, edhe mamata, edhe vëllai tjetër Fejsua, dikën. Kjo shtëpi ishte shtëpi e madhe për ta, edhe gjithë një thoshin duhet të bënin diçka për mbi çështjen e shqiptarëve këtu në Filadelfi. Me vdekjen e tyre, neve që mbetëm pas, si unë, Nuriu, Shanishaja, vendosëm që të bënim diçka për mbi çështjen e memorisë tyre. Duke u shitur shtëpin, neve morëm një pjesë të asaj shtëpie që ta dhuronim në memorien e tyre. Edhe me gjitha të atëhere këtu shqiptarët ishin ardhur shumë, edhe ishin pregatitur shumë, po më të pregatitur në të tërë ishte e shoqëria bijtë e Shqipes. U morëm vesh me të mitë, edhe vazhduam pasëndaja të mejtonim se sa do të dhuronim. Dhurimi parë që $54,000, po mbas ndeshjeve
e duke kërkuar çështje të tjera, vazhdoi që çmimi u bë 64.000. Këtë ndërtesë e morëm në bazë që t'ja udhëronim shqiptarëve të Filadelfisë nga familja Risidia e Filadelfisë. Se kemi dhe risidiot të tjerë, anë mbandë botës po thuaj, po kjo është e përgatitur vetëm për çështjen e rrethit të Filadelfisë. Këtë dhurat ja kemi dhënë në dorë bijtë e Shqipës, duke përgatitur veten se a ishte e përshtatshme kjo për t'ia dhënë bijtë e Shqipës, apo kishte ndonjë organizat tjetër. Duke parë se bijtë e Shqipës ishin më aktiv, ishin më maturuar edhe më të zgjedhur për mbi këto çështje, edhe kjo në bazë të familjes që u mbështruar tokë, u dhurua kjo shtëpi shqiptarëve të Filadelfisë dhe u shëdhën në dorë të bijtë e Shqipës. Me këtë rast, çështja që se kjo godin ose kjo shtëpi u dhurua më tepër për një përgatitje për shqiptarë që të vinin këtu një, e dyta u adhurua se të bëhesh edhe një shkollë, se ashtu e kishte ndërmendje mëdha, që kur kemi ardhur në 52-shin, 53-shin, vëllai im atëherë vemi prap edhe u kujdesua shumë për mbi këto çështje, që të hapte një shkollë, edhe vazhdoi atëherë, por s'kishte shumë student atëherë. Megjithatë vim prapë në këtë çështje që bijtë e Shqipës që janë më të përshtatshëm për këtë çështje, edhe këta e morën në dorë. Edhe kjo është dhuruar vetëm e vetëm si shkollë, si muzeo, e gjithashtu edhe për mbledhje të tjera, edhe për bibliotekë. Po tashti këta djemë të bijtë e Shqipës, duke marrë këtë godin, ishte krejt e shpartalluar, po thuaj, e kanë shpërthyer krejtësisht shtëpinë brenda, edhe e kanë ndrequr shumë bukur, duke bërë çdo një dhomë, ku e kanë bërë shkollën për poshtë, e kanë bërë lart, e kanë bërë muzeo, edhe gjithashtu është edhe një librari, edhe shqiptarët vinë edhe mbështillen këtu çdo javë, po thuaj. Edhe kjo ka qenë një gjë shumë e bukur, jo për vetëm për bijtë e Shqipës, po për tërë shqiptarët. Edhe veçanërisht neve jemi shumë kryengritës, kryelart këtë punë që e kanë bërë bijtë e Shqipës. Edhe kjo nuk do të thotë se do të mbarojmë këtu, duke dhuruar vetëm këtë. Neve si shqiptarët e Filadelfisë do kërkojmë që mundim që të përparojmë më përpara se që kemi bërë. Këtu e kam bërë shumë bukur, në kam në nder, edhe kjo çështje për bijtë e Shqipës ka qenë një gjë madhështore për ta. Edhe i falenderojmë edhe ju dhurojmë rrugë të mbarë bijtë e Shqipës për mbi këtë çështje. Tjetër do të thoshja këtë, që si e thash edhe më përpara, që neve nuk duhet ndalojmë kur, këtu duhet të përparojmë akoma. Kishim qejf të merrim një godinë më të madhe akoma, ta ndreqim prap. Është mundim i fortë, po pa u munduar nuk gjen dot gjë. Kjo është arsyeja që neve si shtëpia e Rishiliotëve që kemi dhuruar këtë, e kemi prap duhet përsëris se ja kemi dhënë bijtë e Shqipës në dorë këtë. Edhe këta do të trashëgojnë, e do të mundojnë, e po mundohen shumë me sakrifica që kanë bërë, edhe po bëjnë akoma që ta mbajnë këtë godinë si ekzemplare. Me ta marrë këtë godinë, me ta blerë, ne ju përveshëm punës për të realizuar atë që dëshironim. Dhe dëshira jonë ishte që këtë godinë ta përshtasnim sa më mirë për qëllimet e shoqatës dhe gjithë komunitetit. Dhe puna në këtë godinë
nuk është ndërprer për asnjë çast. Që nga fillimi që e blem dhe deri më sot, vazhdimisht këtu është punuar. U punua për të realizuar fillimisht pjesën që ne kryejmë veprimtarit. Dhe pothuajse kjo punë, kjo dhomë u shkatruar krejtësisht dhe u bë nga e para dhe u përshtat shoqatës dhe komunitetit për mbledhje dhe gjithë aktivitetit. Më vonë, puna jonë nuk u ndërpre në këtë godinë. U hodh ideja për realizimin e një biblioteke të gjuhës shqipe dhe këtë ide pati Lazar Verua. Ne me njerë ju futëm katit në nëndeshëm. Ai ishte kriti shkatruar dhe duhesh ribër nga e para. U punua kaq shumë sa që me fjalën nuk mund ta përshkruaj dot. Dhe atje tashmë është bërë biblioteka. Kemi bibliotekën e librit shqip. Për të krijuar një farë ideje, unë mund t'u tregoj, për shembull, ja si ka qenë salla kryesore e kësaj godine. Dhe ja si u bë ajo, pasi realizuam atë i dëshironim. Pra një sallë shumë e bukur dhe në të tashmë neve bëjmë të gjitha mbledhjet, aktivitetet e ndryshme, këtu janë bërë edhe festat të rinjve të grave e tjera tjera. Po ashtu, për ta ilustruar them se ja si ka qenë kati nëndeshëm dhe ja si e bëm, si është sot biblioteka. Do më dhe një punë kolosale që nuk u ndërprej për asnjë moment. Kjo punë për të vazhduar më tej, mund të them që edhe ne s'ka përfunduar. Ne tashin duhet të realizojmë plotësisht atë dëshirën për të patur një klub tonin. Dhe në fakt në pjesën e mbrapshme është filluar puna për realizimin e këtij lokali dhe pothuajse është duke përfunduar. Me një fjalë, puna ndërtimtare në këtë godinë, që kur ka filluar e deri më sot, nuk ka përfunduar asnjëherë. Këtu nuk punuan vetëm neve, domethënë antarët e këshillit drejtues, po punuan të gjithë antarët e shoqatës, punuan bashkëdhetarët tanë që janë simpatizantë shoqatës, edhe ata të tjerët që akoma si janë bërë antarë, që me siguri më vonë do bëhen dhe ata. Për gjithë punën e bërë në 5 vitet e jetës së shoqatës, në 5 vjetorin e saj, ne më morëm vendimin si kryesi të krijojmë një medalja nderi komunitetit për të nderuar njerëzit që punuan, që dhanë në forma të ndryshme kontribut në mesën e tyre për shoqatën tonë. Dhe kështu që kur festuam për vjetorin e 5 të shoqatës, ne nderuam me këtë medalje njerëzit tanë të respektuar, njerëzit tanë të dashur. Unë bashkohem me shoqatën në vitin 2010, duke marrë përsipër detyrën e anëtarit shoqatës. Kam mbetur i befasuar nga puna e bërë në Departamentin e Financës nga zotërit Petrit Zane dhe Sotira Qpema. Në fillim isha skeptik rreth organizimit të këtij sektori, pasi mendoja që duke qenë organizatë jo qeveritare, diçka nuk do të jetë organizuar dhe e punuar bazuar në rregulla dhe në ligje. Nuk duhet të flas shumë rreth Departamentit të Financës, pasi punën dhe organizimin e këtij sistemi do të flasi më vonë zoti Petrit, por duhet të përqendrohem në 2 iniciativa të reja që janë marrë vitin e fundit për të rritur komunikimin me komunitetin. Rritja e bashkëpunimit midis shoqatës dhe komunitetit tonë, si dhe mundësitë e informimit të komunitetit për programe sociale, ekonomike e kulturore që zbatohen në shtetin Pensilvanis dhe në qytetin e Filadelfës, kanë një rëndësi domethënëse për shoqatën, për të ardhmen e shoqatës në bashkim. Lehtësimi i komunikimit për veprimtarit e organizatës që organizon shoqata do të jepte mundësi komunitetit për të informuar për të gjitha llojet e aktiviteteve, për të informuar për programe sociale që shteti jep për familjet që janë në nevojë,
do bënte të mundur një rritje dhe për historikun e shoqatës dhe për një informacion statistikor për brezat në vazhdim. Dinamika e zhvillimit financiar të shoqatës mund të themi që është e njëjtë me dinamikën e zhvillimit të shoqatës përgjithësi. Që në kontaktet e para që kemi pasur ne me drejtuesit dhe themeluesit e shoqatës, një nga synimet tona ka qenë që shoqata të kishte një dinamikë financiare që përshtatej me ligjet, me rregullat e shoqërisë dhe shtetit amerikan, po njëkohësisht të mbështetet edhe gjithë aktivitetet e shoqatës, si ato organizative, aktivitetet kulturore, historike, sportive që bënim ne, me qëllim ne të kishim atë pavarësi financiare që të kishim mundësi shoqata të vazhdonte aktivitetet e saj për një kohë sa më të gjatë. Nga synimet kryesore që kishim ne qenë ato momente e para të themelimit të shoqatës, ishte që shoqata të konsiderojë dhe të certifikohej që shoqat jo fitipërse sipas ligjeve të shtetit amerikan dhe të IRS-it. Dhe me fitimin e këtij statusi, para Departamentit të Financës dolën detyrat që këto rregulla, këto ligje të legjislacionit amerikan të përshtateshin me shoqatën tonë. Dhe si detyrim financiar, si detyrim ligjor, ne si Departament Finanse kishin që të përshtatin të gjithë strukturat financiare të shoqatës, si rekordimi i transaksioneve financiare, raportimi në IRS në federat, raportimi në shtetin e Pennsylvanias dhe në shtetin e Philadelphias në përshtatje me legjislacionin amerikan. Kështu që në ditët e para të krijimit, me thënë, zyrtar të shoqatës dhe të formimit të Departamentit të Financës, ne ngritëm një strukturë të kompjuterizuar të financave të shoqatës, duke bërë rekordimin e detajuar të gjithë transaksioneve financiare dhe në fund të vitit bënim atë përmbledhje, me thënë, të raporte financiare në përshtatje me legjislacionin në fuqi. Dua të theksoj këtu që në ditët e para të krijimit të shoqatës dhe së mos të problemeve financiare që kishim ne, një ndihmë të madhe na ka dhënë një buri vjetër amerikan, McKinney, CPA, i cili na u gjend jo vetëm në momentet ku ne po legalizoheshim në shtetin amerikan, në IRS, si shoqat jo fitipërse, po edhe në raportet financiare që ne krijuam dhe raportimin e këtyre të dhënave me formën 990 në IRS si shoqat jo fitipërse. Përvoja që fitohen gjatë këtyre viteve, sidomos edhe në bashkëpunimi me këtë burrë të nderuar CPA, na solli atë përvojë të vyë që krijuan në Departamentin e Financës për të vazhduar akoma më tej veprimet tona financiare sipas legjislacionit në fuqi. Do të theksoj që ishte me fat që shoqata kishte një djalë të ri në fillim që u mor me financë shoqatës Sotiraj Pema, quhej, i cili pavarësisht se nuk kishte ndonjë background financiar, por që ato të dhëna financiare pavarësisht se i mbante në fletore me dorë, si me thënë, po i kishin mbatur sipas ligjeve në fuqi, dhe cilë përcaktonin që ne do të mbajmë rekorde pavarësisht se ku mund i mbajmë në një software, kompjuteri apo me dorë. Dhe ishte si me të puna e këtij djali, e cila krija të bazë themelore që ne të tjerë që edhe mbas tij e vazhduan këtë punë. Tash në kontakt i pata me shokët e parë, do të them me Blashin, Lazarin, Ivziun, Viktorin, të tjerët, ne përcaktohen 3 detyrime kryesore të shoqatës, dhe një nga këto drejtime, një element kryesor ishte edhe elementi financiar. Nga detyrimet kryesore, me sa më kujtohet tashti, ishte që në rast të parë ishte elementi njerëzor. Siç e thanë dhe shokët para folos, kishim një detyrim të madh që komiteti jonë të krijonte një shoqat të ishte gjithë përfshirëse, me qëllim që të kishim atë ide të madhe që kanë thënë njerëzit e mos komiton, pa dallim feje, krahine, ide. Dhe ne këtë e krijuam. Dhe elementi njerëzor që në shoqat, të gjithë shokët që ne punojmë këtu bashkë, janë nga gjithë krenat e Shqipërisë, nga Çamëria, Shqipëria, Kosova, shqiptarët e Maqedonisë, dhe kjo përbën atë forcë të shoqatës sonë, ku idet, mendimet, traditat tona përfshihen në një grup, si qemën e shoqatë e Bitë Shqipes. Elementi financiar ishte element kryesor që fola pak më parë, dhe po ta shikoj dinamikën e financës së shoqatës në këto vite, do shikojmë që e nisëm si me thënë nga hiçi, nga ato doneshte para $5 që jepin njerëzit të nderuar komiteti jonë, dhe e vazhduan pasaj me ato aktivitetet të mëdha masive që kemi bërë, si me mbrojtjen e flamurit, me festën e 8 marsit, apo me aktivitetet tjera që kemi bërë për njerëz të shquar të historisë sonë, shkrimtar, politikanë të nderuar, për burrat e urtë të kombit tonë,
njerëz të nderuar Skënderbeun, Nën Terezën, Ismail Qemalin, dhe të gjitha këto, si me thënë, janë mbështetur financiarisht nga vetë financat e shoqatës. Pak, si me thënë, jemi detyruar që të ndikojmë nga financat e tjerëve. Dhe elementi tretë që përcaktuam neve ishte elementi i bashkëveprimit me komunitetin. Ne nuk jemi një shoqat e mbyllur në vetvete, jemi shoqat që bashkëveprojmë me gjitha strukturat e tjera komunitare, me studentët, me gratë, me bizneset, me moshat e vjetra. Kemi bërë aktivitete për secilin nga këta. Mund të themi aktivitete mrekullueshme si për moshat e vjetra, apo aktiviteti që bëm një ditë më parë për mbrëmjen e 8 marsit, kur rreth 500-600 gra u mblodhën në një sallë të madhe dhe kënduan në kryqëzi duke festuar 7 marsit, ditën e nënave tona dhe të mësuesve tanë të nderuar. Çfarë pritet nga ne? Ku jemi ne tash si shoqat? Financat e shoqatës mund të themi janë në gjendje të shëndosh. Ndoshta po të shikosh shifrat, nuk janë shifra qindra mijë dollarësh, po janë shifra që ne na krijojnë atë sigurinë që ne jemi në gjendje të vazhdojmë aktivitetin tonë të mëtejshëm, pavarësisht se si do është situata ekonomisë amerikane apo si do është situata e prurjeve si të financiarit të shoqatës. Është një detyrim i madh, që ne kemi biseduar edhe me shokët e tjerë këtu në shoqat, që të afrojmë akoma më shumë biznes shoqat, që këta të fillojnë të kontribuojnë. Ana tyre patriotike nuk mungon, por është detyra jonë që këtë sens të tyre patriotik, të ndjenjën e madhe patriotike dhe mençurinë e tyre që prodhojnë para këtu në Amerikë, me bizneset e tyre që mbajnë familjet, po njëkohësisht rrezatojnë edhe në mirëqinë e komunitetit tonë, ne të kemi mundësi që t'i afrojmë e të japim ndihma specifike në formë donation për shoqatën tonë. Si shef financë shoqatës, do të them që unë shikoj perspektivën e shoqatës si me thënë të ndryshme, të ardhmë. Ne jemi një grup i mirë shokësh, të gjithë jemi për një qëllim, Shqipërinë kemi, si me thënë atë fanar ndriçues që na del para syve në mendjet tona ditë e natë, dhe ato mundësi të mëdha që kemi njerëzore, mendore, financiare tonat, ne do i shërbejmë në shërbim të komunitetit shqiptar këtu në Filadelfia, me qëllim që të nderojmë emrin e nënës tonë të dashur Shqipëri, dhe vetë Shqipëria dhe njerëzit tanë, vëllezërit dhe motrat tona në Shqipëri, të jenë të nderuar dhe të ndihen mirë që ne këtu emigratët në Amerikë të organizuar në një shoqat si Bite Shqipes, të mendojnë për Shqipërinë dhe të jenë të sigurt se kur do erdhë ne do jemi pranë njerëzve tanë në Shqipëri. Ne këtë e treguam, kur ndodhi fatkeqësia në Shkodër në Lezhë, që bëm një donation për vëllezërit tanë në fatkeqësi, ne këtë e treguar duke u impenjuar gjithmonë me problemet shoqërore politike ka Shqipëria, dhe ne këtë do ta tregojmë gjithmonë. Unë kam shumë besim që ne do jemi në nivelin si me thënë, e situatës që kërkon nëna jonë Shqipëri, dhe jam shumë i sigurt që ardhma jonë dhe të sigurt për neve, për fëmijët tanë, për nëna dhe motrat tona, për shoqatën Bite Shqipes. Dhe këtë them se ne sot mbushim 10 vjet që shoqata Bite Shqipes është krijuar, e nisëm nga hiçi, me pak njerëz romantik që menduan të bënin diçka për Shqipërinë, komunitetin shqiptar, dhe sot jemi një shoqat e strukturuar, një shoqat e organizuar, me ndërtesat godina tona, me zyrat tona, me financat shëndosha, me një brez të ri, të bukur, të mençur, i cili na jep në sigurinë që ardhmë shoqata do të ndritet. Faleminderit. Do më pëlqen edhe mua të jepja mendimet e mia dhe pasqyroja historikun e shoqatës për aq sa e njoh unë nga viti 2002 që kur është krijuar deri më sot. Mbaj mend shumë mirë në vitet e para kur kemi ardhur në 96-95 se si komuniteti shqiptar po shtohej nga dita në ditë dhe sa e nevojshme ishte krijimi një shoqate që këta të ishin të organizuar edhe të dinin se ku të mblidheshin edhe të bashkoheshin shqiptarët me njëri tjetrin. Në vitet 96-97 ne si ardhësit e parë këtu në Filadelfia arritëm të bënim aktivitete të ndryshme sportive. Më kujtohet shumë mirë kur ne krijojmë ekipin e parë të futbollit. Edhe aty 2 herë në javë me aktivitetin ton arrinim të grumbullonim sa më shumë bashkëdhetar rreth ekipit ton, të cilët arktoheshin me mundësinë që u jepte ekipi i futbollit. Po me kalimin e kohës në vitet 98-99 këto gjëra u shtrinë edhe në aktivitete të ndryshme, si për shembull revolta për luftën e Kosovës, ku një pjesë e madhe e bashkëdhetarëve tanë demonstruan se edhe ne jemi një forcë këtu në Amerikë dhe kemi nevojë për ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, me kalimin e kohës,
u bë shumë e nevojshme organizimi dhe krijimi një shoqate, ku të kishte një pik drejtimi edhe orientimi. Edhe falë aktivitetit edhe ndihmës madhe që dhanë familja Resilia me anën financiare që kontriboi, që u ble shoqata, u ble ndërtesa, puna e madhe që u bë për gjithë riparimet dhe organizimin e saj, ku kjo ishte një pik takimi për gjithë shqiptarët, për aktivitetet e për gjitha aktivitetet sportive që u organizuan mbas asaj. Edhe kjo ne na bën më shumë krenar të kontribojmë sa të kemi mundësi për komitetin tonë shqiptar. Është kënaqësi e madhe të japësh ndihmën tënde me mundësitë që ke për të bashkuar shqiptarët. Edhe kënaqësia ime është kur unë shoh në shoqatën Bitë e Shqipës mbi 50 fëmijë që vinë të paktën çdo të diel, që atyre u jepet dija dhe mundësia që të mësojnë gjuhën shqipe. Edhe kjo ne na bën edhe na emocionon më shumë që të kontribojmë dhe të investojmë sa më shumë për shoqatën. Organizimi i shqiptarëve i komunitetit të migracionit ton, kudo që janë, dhe kur flasim këtu në Filadelfia, ka dy vlera kryesore. E para është sepse të gjithë shqiptarët, kur largohen nga vendi i tyre më nga njerëzit, kanë më shumë nevojë se kudo dhe kurdo që të jenë bashkë, për të ndihmuar njëri tjetrin, për të mos e ndjerë vetmin dhe të ndajnë të gëzimet dhe hidhërimet kur ka raste që ndodhin ato. Pra kjo është njëra vlerë, për të qenë të bashkuar, për të mos ndjerë vetmin, të ndihmojmë njëri tjetrin, të mbijetojmë e të ecim përpara këtu, në këtë vendin dheun e dy që na është krijuar këtu. E dyta dhe që është më kryesore që duhet të përmend këtu është ajo vlera që ka komuniteti ynë dhe shoqata jonë Bitë e Shqipës si një urë lidhëse midis dy popujve tanë, popullit amerikan dhe popullit shqiptar, për të ndihmuar, për të informuar popullin amerikan që në ka hapur dyert rreth historisë, kulturës, traditave të mira me vlerë që ka populli ynë, dhe kjo ka qëllimin e vetëm që të informohet sa më mirë populli amerikan dhe në radhë të parë drejtuesit e këtij vendi e këtij shteti që të bëhet i njohur vendi ynë, të bëhet i njohur historia dhe të vlerësohet vendi ynë si gjithë shtetet e kombet e tjerë, dhe të gjitha këto lidhen me atë interesin kombëtar që kemi ne dhe që duam t'i shërbejmë, sepse duke organizuar aktivitete, duke informuar popullin amerikan, si që thash, edhe popullin, edhe drejtuesit e këtij populli, ne japim një kontribut vërtet me vlerë që këtu të informohen drejt kush është populli shqiptar, kush është historia e popullit shqiptar, tradita, kultura, vlerat që ka dhe kontributi që ky popull ka dhënë dhe jep edhe jashtë kufive të tij. Dhe kjo rrit atë që domethënë shikohet vendi ynë me sy tjetër, vlerësohet ndryshe dhe atëherë ky shteti i madh i fuqishëm dhe mik i vendit tonë ka dalë dhe del në mbrojtje të interesave kombëtare të vendit tonë. Dhe kjo është provuar në histori, në fakt. Mund të themi pa frikë, me siguri që ka qenë dhe mbetet vendi më mik, më i vërtet i Shqipërisë dhe i popullit shqiptar. U provua që gjatë luftës së parë botërore, pas luftës me njohjen e shtetit shqiptar, mbrojtja që u bë nga presidenti Wilson interesave të popullit shqiptar për të mos u coptuar në konferencën e paqes në Paris në vitin 1922. Desha të përmendë një gjë tjetër për këtë, për të përforcuar atë se vërtet ka qenë mik shteti amerikan. Ishte hera e parë që flamuri shqiptar është ngritur më parë se të ngrihen në trojë shqiptare në Ballkan, këtu në Amerikë në vitin 1907. Dhe kjo u bë në sajt të
njohjes të zyrtare të aprovimit të shtetit Amerikan që emigrantët këtu të mlidheshin dhe të kërkonin të drejtat për liri e pavarësisht Shqipërisë dhe u aprovua dhe pa u ngrit akoma në Ballkan. Pastaj më vonë e mbrojti që mos coptohej. Për të mos përmendur pastaj më vonë edhe në ditët tona rolin e madh që ky shtet mi ka luajtur për të mbrojtur interesat e Shqipërisë dhe të gjithë popullit shqiptar, përfshirë këtu në radhë të parë Kosovën, ku ju gjitë në ditët dhe kohët më të vështira. Këtu, si që thash me pak, ka rëndësi që ne të organizojmë informacion të plot për t'ia dhënë popullit amerikan dhe udhëheqjes amerikane që të jetë gjithmonë në mbështetje të vendit tonë. Më kujtohet kur folëm para 2 vjetësh, 3 vjetësh për Nën Terezën dhe aty mësova që kur presidenti Clinton ish njohur nëpërmjet Nën Terezës se kush është populli shqiptar, që kishte nxjerrë këtë nën, jo vetëm të shqiptarëve, por të gjithë botës, ai u shpreh se unë pas kësaj krijova një përshtypje më të plot, një bindje më të plot dhe një ndjenjë të veçantë në favor të popullit shqiptar dhe më vonë kjo që përcaktuese që ai domethënë të merrte ato vendimet jetike për Kosovën dhe popullin shqiptar që i dolin në mbrojtje të plot kundër serbit dhe është pikërisht në sajt të këtij kontributi që Kosova sot festoi ditët e fundit 4 vjetorin e pavarësisë. Pra do të them që ka vlerë shumë që komuniteti shqiptar dhe shoqata jonë këtu që përpiqet bëj të jap informacion sa më shumë, si urdhë lidhje, kur njeh historinë e një populli, njeh kulturën, tradita, kontributin, rrit respektin, rrit vlerat atij populli dhe pastaj shteti pritës këtu e shikon dhe e trajton këtë popull ashtu siç e ka trajtuar në fakt. Pra mendoj se shoqata jonë jep një kontribut jashtëzakonshëm me aq mundësi sa ka në këtë drejtim si bashkimi. Mbaj mend para 2 vjetësh ne organizuam këtu edhe një aktivitet të veçantë që vlen të përmendet. Shoqata jonë u lidh me organizatën në anglisht International House of Philadelphia, dhe në shtëpia ndërkombëtare e Filadelfës që ka një përvojë 100 vjeçare. Dhe aty kishte dhe kemi miq që vërtet kanë respekt të veçantë për popullin ton dhe aty ne organizuam një mbrëmje shumë të këndshme, informative, lidhur me historinë e popullit shqiptar, kulturën, traditat, gjuhën, kuzhinën shqiptare dhe që të gjithë domethënë u informuan dhe vlerësuan shumë këtë dhe u shprehen sepse vërtet që ne mësojmë shumë nga juve dhe do të citoja bile këtu njërin nga këto miqtë e nderuar, të cilit ne dhe i kemi dhënë dhe certifikatën si antar nderi në shoqatën mbi të Shqipës, i cili punon në bashkinë e Filadelfias, zoti Matthew Carafello. Ai u shpreh konkretisht, nuk mund ta shpreh se sa i nderuar jam të marr këtë certifikat për antar nderi në shoqatën tuaj. Për 35 vjet kanë qenë mik dhe kanë punuar me shqiptarët. Ju konsideroj miq më të mirë dhe më të dashur. Shpresoj të vazhdojmë kështu edhe në të ardhmen. Ju përfaqësoni ata amerikanë dhe shqiptarë amerikanë që kanë vitalitetin më të fuqishëm. Ju po na mësoni ne. Në mendje dhe në zemër ju kam si njerëzit më kurajos dhe më të mrekullueshëm. Ne të gjithë e dim, kjo ka rëndësie që theksoj, ne të gjithë e dim nga ju vjen fisnikëria, ne e dim nga vini ju, ne kemi parë vitalitetin, vlerat e familjes dhe të kulturës së vendit tuaj, që po i sillni edhe këtu në Amerikë. Ju falenderojmë për gjithçka. Pra, desha të them talit me atë se sa rëndësi ka informacioni që ne japim këtu, të organizuar si shoqat në emër të kulturës, të historisë të popullit shqiptar, sepse informojmë dhe krijojmë miq, forcojmë miqësinë midis popujve dhe marrëdhëniet, japim një kontribut të thjeshtë në forcimin e marrëdhënieve midis shteteve, midis këtij shteti të madh mik, Amerikës dhe vendit tonë. Para se ta përfundoj, përmenda më parë shembullin Nën Terezës, por historia e komunitetit shqiptar këtu në Amerikë është plot shembuj të tjerë. Të gjithë i njohim këtu ne emigrantët edhe në Shqipëri,
rolin, kontributin e madh që ka luajtur Fanoli, Fajkonica e të tjerë figura të shquara, në të cilët kanë punuar me përkushtim të madh, duke mbështetur dhe mbrojtur interesat e kombit të shtetit tonë pranë udhëheqjes amerikane, dhe ato e kanë luajtur rolin e vet. Po kështu kontribut tjetër kanë dhënë shqiptarët, sepse prandaj ka rëndësi që të informohet populli amerikan. Sa shumë aktor, artist, shkencëtar, doktor, deri dhe astronaut shqiptar në NASA kanë shkuar, janë shqiptar. Dhe sa më shumë të bëhen të njohura këto gjëra, ky informacion i plot për vendin tonë, atëherë ky vend, ky popull, ky shtet i fuqishëm e ka gjithmonë në konsiderat parasysh që është një shtet, një popull vërtet që meriton respektin dhe të drejtat që i takojnë. Që në fillimit e para të veprimtarisë të shoqatës, ndihet ndihmesa e gruas me grupin nismëtar, me Elvira Budon, Laureta Petoshatin, po kështu dhe demonstrata e Kosovës. Që në fillimin e para të veprimtarisë të shoqatës, gruaja shqiptare ka qenë dhe mbetet prezente jo vetëm me tema, por edhe me gatime tradicionale shqiptare. Dhe këtu në këto veprimtari të shoqatës kanë marrë dhe marrin pjesë shumë gra shqiptare me Elvira Budon, Tatjana Veron, Ylka Filin, Gjurli Pashollin, Suzana Vangelin, dhe në radhët tona, në radhët e kryesisë së shoqatës është shtuar tashmë dhe një vajzë e re shqiptare, që është dhe nënkryetare shoqatës Erblina Koka, e cila jep maksimumin e saj për të realizuar të gjitha këto veprimtari. Tashmë në veprimtarin e shoqatës tradicionale është bërë dhe festa e 7-8 marsit, ku marrin pjesë një masë e madhe masive e gruas shqiptare. Si përfaqësuese e brezit të ri shqiptar këtu në Filadelfia, brez të cilit do i pasohet kjo shoqat, e ndijm veten me fat që deri tani, këto 10 vitet e fundit që kur është krijuar shoqata Bite Shqipes, është mirëmbajtur dhe organizuar nga njerëz me vërtet intelektual dhe me horizont të gjerë. Të gjithë të rinjt që janë afruar deri tani në shoqatën tonë kanë qenë gjithmonë të mërpritur dhe të vlerësuar për çdo gjë që kanë thënë. Drejtuesit e shoqatës Bite Shqipes nuk është se na trajtojnë thjesht si koleget e tyre, ku të cilët ne jemi vlerësuar gjithmonë, por në çastet e duara na kanë trajtuar edhe si bitë e tyre. Jemi munduar të krijojmë forumin e ri rinor, ku kemi organizuar 2 mbrëmje për të rinjt shqiptar këtu në Filadelfia, mbrëmje të cilat na kanë dalur me sukses, dhe që nga dita ditës po mundohemi më shumë që të afrojmë sa më shumë të rinj këtu në shoqat. Shpresoj që shoqata të ketë një jetë shumë të gjatë dhe të trashëgohet nga shumë breza të ardhshëm, që vlerat dhe traditat shqiptare të mos harrohen asnjëherë, ndonse jemi shumë larg në emigrim. Vitet bëjnë të tyren, na duket çudi që kanë mbajtur 10 vjet dhe nuk kujtes ngelen gjithmonë gjërat më të rëndësishme. Sidomos vështirësitë e fillimit nuk duhen harruar dhe kur flasim dhe diskutojmë, sikur i freskojmë dhe i mbajmë gjallë ato. Na emocionuan që ngjarjet që ndodhen në Kosovë dhe komuniteti shqiptar që vinte duke u shtuar në Filadelfia, na vuri përballa një përgjegjësie për të bërë diçka për atë dheun, për shqiptarët, për Shqipërinë, për fëmijët, për të ruajtur identitetin, gjuhën. Natyrisht, puna nuk ishte e lehtë, po me atë shpirtin e sakrificës që karakterizon shqiptarin dhe atë që ka ndjenjën për ta ngritur lart realitetin dhe vendin e tij në problemin e gjuhës, zakonet dhe kulturën, u organizuam disa shok, mase emra po përmend se mund të kem përmendur edhe shumë të tjerë, e grupin nismëtar për të krijuar shoqatën. Dhe kjo bë realitet
Realitet është dhe dita e sotshme, që ne kemi një godin, kemi një komunitet që gëzon respekt në Filadelfia, kemi një aktivitet të lavdërueshëm mujor dhe vjetor në realizimin e detyrave, dhe ajo që është më e rëndësishme, kemi shkollën e gjuhës shqipe, e cila mbjeton prej më shumë se 5-6 vjetësh, dhe grup klasat që kanë kaluar nga e para, e dyta, e treta, tek e katërta, brezi që e kanë mbaruar këtë, e thonë llafin e mirë, bë mirë që shkuam tek shkolla shqipe. Dhe kjo na gëzon, dhe na jep më shumë kurajo. Por kur mosha bën vetën, bëhemi edhe çikse të lodhur, se kur vjen ke pak halle, sa më shumë të rrishtu, kam shumë probleme, kështu që megjithatë, për të bërë diçka për vendin tënd, nuk është vonë kurrë dhe nuk duhet të lodhemi kurrë. Kryesisht në shoqat jam marrë me antarësimin e antarësimit të reja në shoqat, me duke organizuar mbrëmjet e flamurit, të cilat hyn në traditën e shoqatës dhe është një nga aktivitetet më të rëndësishme të saj. Jam munduar që duke shfrytzuar reputacionin, njohin me shumë se tillë kam patur edhe pozicionin, kam bërë të mundur që të afroj shumë shqiptarët, të kenë ndjeni për shoqatën, të aktivizohen të shoqata, të antarësohen tek ajo, të bien fëmijët në shkollë, të marrin pjesë në aktivitetet e shoqatës, dhe kjo është një kënaqësi personale. Çdo vit është si një gur kilometrik në jetën e shoqatës në këto 10 vjet, që ka një histori të vogël, ka një përurim, po e gjitha përfshihet në punë, në djersën e derdhur, në kontributin e fjalës të gjithë antarët e kryesisë dhe antarët e shoqatës, për të ruajtur më të mirën e shpirtit shqiptar dhe për të quar tej, për të ngritur një figurën dhe emrin e Shqipërisë. 2009 pati përurimin e bibliotekës, 2010 të tjera ngjarje, pasaj vjen 2011 me një firmë, me një moment tjetër të bukur, kur shkrimtari yni mirënjohur Naum Prifti nga New Yorku na njofton se donte ti palte shoqatës arkivin personal të vllajtit të të ndjer, gazetarit albanologut Petr Prifti, në kujtim të veprës së tij dhe të jetës që kishte kaluar në Filadelfia. Dhe në këtë kuadër ne organizuam një simpozium me materiale të këtij adhetari të nderuar. Kështu 2011-ën ne mbyllim me një veprimtari të bukur, pushtuar 2 poetëve tanë të mëdhenj në përvjetore të tyre të plota, 100 vjetori i lindjes së Migjenit dhe 80 vjetori i Drejtaro Agollit, që kanë një ditë lindje, një vit lindje dhe kanë atë sukses që është aq i mirënjohur. Ne nuk u morëm shumë me biografitë të certifikatat të lindjes së tyre, po me veprën që ata lanë popullit dhe që drejtëroi vazhdon të lërë akoma. Dhe ajo është vepër e fjalës së bukur shqipe dhe mendimit të bukur shqiptar. Ka shumë për të thënë, do t'i lë vendin edhe antarëve të tjerë të kryesisë, për të folur për atë çka kemi bërë dhe atë çka do bëjmë në vitin 2012, që është dhe 10 vjetori i formimit të shoqatës Biti Shqipës. Jam pak 10 vjet në 100 vjetët e vitit pavarësisë së Shqipërisë. Po e ndjem veten pjesë të kësaj pavarësie, pjesë të kësaj historie, dhe ndjemi krenar, modest dhe krenar, më dëshira më të mëdha për të bërë më shumë në të ardhmen.